Territori shqiptar për datën 21 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot kryesisht me reshje shiu dhe vranësira në shumicën e vendit. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat veriore, ndërsa pasditja pritet të sjellë intervale me vranësira dhe shira të dobët në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 20 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë diell në pjesët ku reshjet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 21 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 21 nëntor do të jetë në orën 6:29, ndërsa perëndimi në orën 16:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 12 deri në 16 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 10 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë 14 deri në 18 gradë Celsius. Durrës 14 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 13 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan 14 deri në 18 gradë Celsius. Berat 13 deri në 18 gradë Celsius. Korç 8 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë 15 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastre 11 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë 14 deri në 18 gradë Celsius.